Çfarë do t'i thojë një të riu që ka dëshirë të bëhet stand-up komedian edhe ka frikë ta provoj. Të heq dorë. Unë do t'i habi jetën atij, po të doli ta bëj, po doli. Është i madh. Po të shih. Ai drejt për ty. Ja preu ëndrat aty të shkretit pa nisur akoma. Unë mund të jap këtë këshillën që japin këta të mëdhenjt. Mos e ti ke punuar dhe me Ermal Mamaqin. Po, Ermal Mamaqi s'ka qenë stand-upist. Mirë, okay. Është kështu nga këto njerëzit që motivon. Ja, për motivim thua, po mirë. Unë s'motivoj dot, jam çmotivues. Po këta ikonat e stand-upit thonë që vetëm duhet ta provosh, duhet të tentosh. Edhe zakonisht duhet edhe të dështosh. Kështu thon këta. Po pra. Unë nuk i besoj këto gjëra, po këta kështu thon që vetëm duhet të tentosh, vetëm duhet të provosh. Derisa një moment të dalësh. Dështimi pa humbur entuziazmin, thoshte. Ndiqni ëndrat tuaja në këto. Kush thoshte? Churchill. E çfarë thoshte? Dështim pas dështimi? Dështim pas dështimi pa humbur entuziazmin. Pasi ishte i përzgjedhur president apo para? Pasi. Po kur do me pasi e arrin atë dalin bën kështu, japin mend këta, po kur je para që s'ka asgjë, atëherë sprovoj. Si këta që thonë që leku s'ta fal lumturin, këta që janë krye miliardër, po. Po ai një kur s'të der rroga në fund të muajit. Ti na jep një lekun pa ta shohim pastaj, e kupton? Ta fal lumturin leku apo jo? 100%. Çfarë do bëje dot pa lek? Asgjë. Çfarë do bësh pa lek? Do bësh një zero mund të marrësh diellin pa lek. Po e merr dhe me lek, pse mos e merr diellin ke dhe lek në xhep. Po mirë. Pse s'duhet të kem lek këtu? S'është keq. Jo po për të folur për këtë teorinë që paraja s'blen lumturinë, edhe pse unë nuk e besoj. Si të gjithë tjerë. Mirë, po është mjet. Që ta thjeshtëson shumë. Patjetër, se nëse je i sëmur një moment krejt papritur, do duhen ato parat për t'i dhënë një kur vetes ose për dil në diell. Dil në diell. Ne edhe diellin, edhe pse kemi me shumicë në Shqipëri, nuk e di pse pjesa më e madhe, sidomos e gocave vojnë nga mungesa vitaminës D. Po, është përqindja shumë e lartë e njerëzve që s'kan vitaminë D. Po. Duket se është 80%. Le të flasim për mjekësi. Nuk di të them. Në shifra konkrete, po. Po si shpjegohet kjo? Si është vërtet shumë e lartë. Se fare në diell. Domethënë, ja bëj një itinerar të ditës tënde. Zgjohesh në mëngjes, je brenda se s'fle jashtë normalisht. Po edhe jashtë po të lesh natë. Po natë po. Vjen mëngjesi, shkon në punë. Po maksimumi del 5 minuta në rrugë, se do i prapë në makinë ose në autobus apo me çfarë shkon në punë, zakonisht njerëzit që kanë pak larg. Edhe diell ku s'ka diell. 20 minuta në ditë nuk mjaftojnë fare, është kështu. Jo, që ju kanë rënë flokët edhe ti po të bien gradualisht. Po mund mos e thuash, mos kupton. Mund edhe të na kursesh për këtë zgjedhje. Ta që na ndjekin. Ta kursesh kolegun tënd, se është figurë publike. A mos ke martuar je, ç'ke? Jo, janë figurë publike, jo beqar. Po mirë, do t'ja mbjellin flokët. Okej, figurë publike i martuar. Kështu që bjeri, me që ishte martuar bjeri. Se që thoja humba fare. Nëse merrni vitaminë D, kjo ishte. Ishte batutur, rojt ma mirë kuptoni, mos ma merrni për keq, nuk dua të më shihni të dy me inat. Vitaminë D po thua apo për tullac lëkun? Për tullac lëkun. Ja, pse të marrim inat aty. Tani. Ore dëgjoj, para se të shkojmë tek lojrat. Unë se pyeta më kot ty pak më para për metalin, sepse edhe vetë kam qenë i apasionuar, edhe duhet që... A ke në një gjë që s'ke qenë i apasionuar? Po nuk kam qenë rocker, nuk kam qenë rockstar, e thjesht dëgjoja. Më mirë, tani unë të pyes se çdo kohë na zbulon nga një gjë të re. Jam tërë surpriza. A të lidhet figura e Gonit me metalar? Po pse lidhet? Pse me lidhje, me të posu lidhje. Okej, mirë. Jo, duket shumë serioz, diplomat, profesor. Unë nga që një gamë të madhe metalarësh edhe e di që nuk është e thonë ti je patjetër kështu me drejt. Kërkoj ndjes. Ja, pra. Ama më falni. Ndjesa pranoj. Doja që të pyesja kush është banda jote e preferuar, po them për te muzikës që ti bën, Deathit edhe Damit. Po ajo që të ka pëlqyer më shumë, po themi, ose disa, se mund të jenë disa, nuk është ata që dhe më kanë formuar, nëse mund ta them fjalën formuar, janë Metallicat, me ata. E fillova me Nirvana, po u rrita u poqa me Metallicat. Në ata kam kështu.
Se pastaj normalisht që kanë ndryshuar shumë edhe shihet me kalimin e kohës edhe janë rënduar e janë forcuar zhanrat. Po që Metallica janë ata i mbaj kështu në piedestal. E kuptoj, Thrashit që ja u di për faleminderit, po. E meritojnë plotësisht piedestalin. Po. Na dëgjon James. Përshëndetje. Kemi këtu. Dëgjoheshim në Amerikë, jo për gjë, kështu që mund të na dëgjojë. Nëse kuptojnë shqip. Okay. Po Metallica e kuptojnë, edhe po s'kuptuan shqip. Ata do kenë ndonjë rrënjë shqiptare, se s'ka mundësi. Po, tjetër Pellazgi janë ata. Po. Se për këtë gjova të fundit që kishin nxjerrë kështu me rrënjë shqiptare. Po s'më kujtohet tani, nuk më vjen emri. Trumpin e kanë nxjerrë, Trumpin akoma jo. Akoma është shumë bjond edhe nuk po vjen akoma në pigment. Po duhet të jetë kemi bjondën nga veriu duhet të jenë bjondët në Shqipëri. Po. Trumpi andaj duhet të jetë nga hani hotit nga këto që. Okej. Tu kemi disa pyetje. Një pjesë të cilave mund të të kemi bërë gjatë intervistës. Edhe do më bëni surprizë do. Po ti bëj sigur nuk je përgjigjur kur, okay? Dakor. Edhe do kthesh përgjigje. Mirë. Pastaj do ndodhte në gjë tjetër, bro. Okej. Sa shumë pas keni investuar për të bërë pyetje. Jemi serioze? Jepi tani, para në lexo dhe ne, se nuk i mbaj mend që kemi shkruar. Mund të bëj ato kështu. A ka ndonjë grup njerëzish që shmang ta prekësh në batuta sepse ke frikë reagimin, sa ke që lexova. A ka ndonjë grup njerëzish që shmang ta prekësh në batuta sepse ke frikë reagimin? Ani lexova mirë. Grup njerëzish jo është shmang, po ndoshta mund ta evitoj kur në qoftë se shikoj që janë aty në sallë për shembull. Të tipit? Aty mund të më ka ndodhur që kam patur një batut me për tullat slëkur me që ka qenë në krye fjala e momentit. Edhe kam patur një tip batute që kur më shikojnë tullecër të tjerë në rrugë më buzëqeshin kështu, sikur kemi ndonjë lidhje në që jemi tullecër. Edhe batuta ishte që ku e di historinë time, se unë mund të jem me tumor për shembull, mund të jem me kancer dhe ku e di ti që më flet. E kuptoj. Pa e them kështu shkurt se po, e kuptoj. Edhe më ka rastisur që kam patur njerëz në sallë, që ishin dukshëm në kemioterapi edhe aty janë ndier keq domethënë. Pavarësisht se shakaja nuk ishte spotale, isha me sëmundjen. Po që prapë nuk u ndjeva mirë edhe atë e hoqa fare si shaka pasë nuk e bëjmë. Okej. Këtu po e bëj për ju ekskluziv. Faleminderit. Vazhdojmë tek tjetra. Një zgjodhe ti më. Që sa shpejt hoqi dorë. Po jo, unë zgjodha një që pastaj kur të zgjedh tjetrën të marr prapë kutinë, të hap kutinë, që ta bësh nga fillimi, ose mbushin te minutazhin. Jemi tek e radhës. A ke kopjuar në njerë stil apo ritëm nga një komedian tjetër pa e pranuar? Po jo, unë kam kopjuar duke e pranuar, jo pa e pranuar. Okej. Po, pa tjetër që po. Sigurisht që ecim në rrugën e të mëdhenjve. Si është ajo zanati vidhet, apo jo? Pa tjetër. Do të thënë jo tek... copy-paste, po që dhe është normale. Sidomos tematika të ndryshme ose nga një tek batut që ka bërë ai mund të lind një tjetër tematik, po që e merr frymëzimin edhe inspirimin nga ai. Që pa tjetër. Shkojmë tek pyetja e radhës. Ko që unë haca kokoshka. Bëft mirë. Faleminderit. Çfarë mendon vërtet për publikun që nuk qesh? Isha nga ç'të më vijnë. Ne vetë kuptoj. Me vete. Gjithmonë me vetë. Pa ja, ka e kuptoj shumë mirë që nuk mund t'i pëlqej çdo njeriu, çdo gjë që bëj apo që të mund, që është shumë normale. Nuk më vjen mirë ku janë sa gjëra që unë jam i bindur që janë të mira dhe nuk i vlerësojnë. Po tash kjo jetë është pa drejtë. E ke parasysh atë këngën e Armend Rexhepagishit, festivalit 96-s, më duket? Cila? Ti nuk më meriton. Armendi është super artist. Është i madh. Kam shumë respekt për Armendin. Është i madh. Armend nëse na dëgjon. E keni ftuar Armendin? Jo, tani që na kujton. I bëjmë një ftesë publike. Po shumë interesante ai njeri. Do vazhdoj? Vazhdo. Do më duhet të lexoj të gjitha, jo? Po, të gjitha. Që ka dhe me 2 rreshta. A ka ndonjë person në jetën tënde që është material i artë për humor, por s'të lejon ta përdorësh?
Jo. Kaç koç. Për dy arsye. E para një që s'ka person. Edhe e dyta që nuk besoj që e kam arritur akoma të pjekurin komedianistike që të arrit ta bëj tamam komedi këtë pjesë të jetës time me personin, për shembull siç bëjnë zakonisht me gratë, bëjnë shumë ta komediantë e martuar që flasin për divorcet, flasin Po. I bëjnë shumë bukur këto humoret me këtë. Që ka një person që i frymëzon, po themi. Po. Unë nuk e kam akoma të pjekurinë e duhur, besoj për. Okej, po ndoshta në një fazë. Ose s'm ka ndodhur asgjë në jetë që jam shumë vetëm rigid në shtëpi. Vazhdojmë te tjetra. Cili është kompleksi yt më i madh si komedian? Ja, për këtë më duket s'kemi folur. Dhe jo vetëm si komedian, po edhe kompleksi yt më i madh në jetën personale pastaj. Kompleksi. Tu as lëku. Okej, bën sens. Jo. Po ku do shumë fjalë madhe kjo kompleksi. Kompleksi është je njëri pa komplekse fare. Tash edhe këtë s'mund ta them, po. Kam përshtypjen që i kam të gjitha komplekset, po pak të bara, domethënë kështu të baras peshuara, nuk kam një që është kështu që godet. Dominante. Po i kam të gjitha, jam shumë keq domethënë, po janë të baras peshuara të gjitha, nuk zgjedh dot një. Okej. Next. Ke bërë ndonjëherë batut që ishte shumë dark dhe ndjeve që e kalove limitin. Kjo është ajo që shpjegova pak më përpara. Okej. Pranohet. E kalova testin. Cili është fenomeni që e godet në skenë, por në jetën reale e bën dhe vetë? Sa i shpëtova pedofilist, ato do thoja, po nuk lexova pjesën e dytë. Shiko. Ku ka gjë që s'bëj unë, përveç kësaj të pedofilist, domethënë. Edhe trafiku. Edhe trafiku dhe që njerëz. Po, cile? Po nuk më vjen ta lexoj edhe një herë, nuk po. Lexoj pra. Merr kohën tënde. Fenomen që e godas në skenë, po që në jetë reale e bën vetë. Tradhtia bashkëshortore. Okej. Prano, çfarë themi? Më pëlqen. Kur të më pëlqen do ta tradhtoj, pa e shpall që tani që. Më pëlqen sinqeriteti i këtij djali, valla, është. Ama se ka të bën. Është frymëzues, Vazhdojmë. A ka ndonjë komedian shqiptar që mendon se është i mbi vlerësuar? Jo, nuk ka asnjë. Tash i mbi vlerësuar mund të jetë i mbi paguar, po kush jam unë që të them që pse jepni kaq shumë këtij? Domethënë nuk besoj se ekziston si koncept kjo që është. Po ti thuaje një herë. Jo, po nuk ka. Jo, nuk kam vërtet se nuk besoj që ekziston si koncept kjo që i mbi vlerësuar apo i të nënvlerësuar mund të ketë, po i mbi vlerësuar s'mund të thuash njerëzve ore mos e pëlqeti. Më i nënvlerësuari? Po tash as për nënvlerësuar. S'po më vjen as ndonjë nënvlerësuar. Janë këta shokët e mi të komedisë, duhet ishin shumë më të vlerësuar se që janë Comedy Thursday në përgjithësi, përveç meje se unë jam fiks i vlerësuar siç duhet. Po këta të tjerë janë nënvlerësuar. Po ti je fiks, unë aty ku duhet. Hajde se i mbarove para kokoshkave fundit, po. Mos duhet i hajon këto apo? Jo. Ke qenë ndonjëherë tap në skenë kur? Asnjëherë. Gjithmonë. Jo, tap. Jo, ashtu ja. Okay. Ja. Për atë lloj tape. Keq tash jemi njerëz me përgjegjësi.